Këngëtari i njohur Alban Ramosaj ka festuar ditët e fundit një moment të rëndësishëm në jetën e tij, 30 vjetorin e lindjes. Në këtë ditë të veçantë nuk munguan urimet nga familjarët dhe miqt, ndërsa një nga më të ndirat erdhi nga motra e tij, këngëtarja Beatrix Ramosaj. Ajo ndau me ndjekësit në Instagram disa momente të përbashkëta me Albanin, duke shprehur dashurinë dhe krenarinë për vëllain e saj. Në një fotografi ku të dy shfaqen duke qeshur, Beatrix i dedikoi disa fjalë shumë emocionale. Gëzuar ditëlindjen drita jetës sime, mirë se vjen në klubin e të 30-tave, dekada ku jeta fillon vërtet, shkroi ajo. Në të njëjtën fotografi, artista shtoi edhe një tjetër mesazh prekës për të vëllain. Kaq krenarin për burrin që e bër jeta ime. Urimi i saj u prit me shumë reagime nga ndjekësit, të cilët gjithashtu ju bashkuan festës virtuale për ditëlindjen e Albanit. Bota është me fat të njohim bardhësinë tënde dhe unë jam mjaft e lumtur që të quaj vëlla, shkroi Beatrix Ramosaj ndër të tjera. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.